Çfarë janë krimet e urrëties? Le ta zbulojmë së bashku. Krimet e urrëties janë krime të bazuara në paragjykime dhe krijohen bazuar në përkatësinë racore, etnike, të gjuhës, ngjyrës, fesë, gjinisë, moshës apo orientimit seksual. Krimet e urrëties mund të jenë sulme fizike ndaj një personi për shkak të ngjyrës së lëkurës, dëmtim i vendeve të shenjta apo të pronës, fyerje, kërcënime ose përhapje e urrëties ndaj komuniteteve. Këto krime nuk prekin vetëm viktimën, por krijojnë frikë dhe ndasi në të gjithë komunitetin. Çdo njeri prej nesh mund të ndihmojë. Mos hesht, fol kur sheh urrëtie, raporto kur sheh krime, eduko veten dhe të tjerët. Bashk mund të ndërtojmë një shoqëri më të mirë. Krimet e urrëties nuk kanë vend mes nesh. Ti mund të bësh ndryshimin.